Ka qenë Fatmiri, komandi brigadës, policia ushtarake. Absolutisht çdo veprim është ndërmarrë në koordinim me mua dhe janë zbatuar detyrat e mia. Ajo që armatosja, shikoni, nuk ka lidhje kjo me luftën. Se kjo ka ndodhur me datë 20 qershor. Me 20 qershor s'ka pas luftë në Kosovë. Aty ka ardhur një njësi armatosur, rreth 300 ushtarë me armë. Ndoshta me fut në Kosovë. Kush jeni ju? Qa jeni ju? Ku shkoni ju? Të armatosur në Kosovë, tani s'ka, jashtë disipline. U deklaruan ata që ishin, këto veprime janë bërë në koordinim me mua. S'ka bërë kur gjë jaha, se jaha sa kanë hiq aty, po Fatmiri, ka qenë Fatmiri, komandi brigadës, policia ushtarake. Absolutisht çdo veprim është ndërmarrë në koordinim me mua dhe janë zbatuar detyrat e mia. Më kupton? Janë zbatuar urdhrat e mi, nga fillimi deri në fund. Ata deklaruan që ne jemi luftar të Ramush Haradinajt. Edhe ne ju thamë, po, dakor, dorëzoni armët, shkoni te Ramushi, na marrë telefon në Ramushi, ja u sellim armët mëna orës në Dugaqin. Jo ashtu nuk duam ne. Ne s'mund të lëshojmë të shkoni, se luftar të organizuar, të armatosur në një vend ku s'ka luftë, ku shkon, kush je ti? Me këtë do luftosh? Çfarë qëllimi ke? Ku do shkosh? Është krejt normale në një shtet. Normal. S'është bërë asnjë veprimi pa, bile ne jemi treguar shumë durush me ata. Ne as si arrestuam, as si tham, i lutëm gjithë ditën, mas ditë thanë, do t'i dorëzojmë babin. Është një repart atje. Mirë, më thanë. U tham. O konta ish zemra ty po? Jo, sa konta. Ka pos mundësi me eskalu këto? Nuk e di ç'do ndodhte. Nuk e di ç'do ndodhte. Po vinte një njësi armatosur e pa njohur. E armatosur e pa njohur. E pa evidencuar në rrjedhat e asnjë lloj organi të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Pjesa asnjë zone të ushtrisë shqiptare të Kosovës. As Dugaqin, as Pashtrik, as kërkush, as kërkush. Kush je ti? Domthon, jo jemi të Ramush, në rregull. Leni armë tu, leni me rojet tuaja po dojeni, shkojnë të Ramushi, më në orës vinë armët atje. Dhe ti merrni secili tuaja. Jo, po ne duam me shku me gjë. Nuk mund shkojnë, se nuk lejohet. Si mund lejoj unë në kushte situatë në paqe, 300 ushtarë të armatosur të kalojnë kufirin të hynë me vend tjetër? Si mund lejoj? A është normale? Unë do t'isha i lojtër mensh për të lejoj e këtë. Kusë ata kanë kryer detyrat, urdhrat që u kam dhënë unë. Nuk kam bërë asgjë kokën vete. Bile e kujtoj si tani një telefonat në fundit të Fatmirit në 9:30 të darkës, kur morin telefon tha, general tha, si të veprojmë, në Mabin ishin atë kohë. Si të veprojmë tha, të zbatojmë urdhën tonë apo të bëjmë të pasur, se si duket dikush në Karagjoc. Ju premtoj para, sa doni që të na lëshoni të shkojmë. Po pse duhet kërkonin para, do të paguanin para ata për të shkuar? Kur mund të shkonin shumë mirë, të rreshtoheshin në obor të Ramushi edhe të shkonin armë brenda orës. A jeni luftar të Ramushit? Po, shkoni. Po ata nuk e di çfarë ishin. Edhe sot unë nuk e di çfarë kanë qenë ata. Dhe sot nuk e di çfarë synimi kanë pas. U detyrova unë atëherë të urdhëroj që ata duhet vinë nga Kuksi. I vetmi vend kalim për Kosovë ishte Morina, Kuks. S'kishte vend kalime të tjera, të ligjshme. Në atë kohë. I kthym mbrapa për gjatë natën erdhën në Kuks. Edhe janë hyrë të armatosur. Jo, hyrën në Morin. Morin i armatosur i Gjermani, se Gjermani ishte shtet.